Patjetër që jemi të kënaqur, 2 ndeshje 2 fitore, nuk është se kishim menduar apo ndërruar. Ne gjithmonë futemi për të fituar ndeshjet, po se si erdhi kjo e dyta, jam shumë i lumtur sepse luanim me kundërshtar shumë fort. Pra Ukraina është një nivel shumë i lartë. Do të them që është rangu Gjermanisë dhe rangu këtyre ekipeve që janë nivel shumë goxha më mirë se ne. Jam shumë i kënaqur me ekipin, dua t'i falenderoj se vrapuan shumë, luftuan shumë jashtëzakonisht. Po gjithashtu dua të falenderoj dhe lojtarët e tjerë që s'pata mundësi të fuse sepse ne pavarësisht se kemi miqësore, po për qasjen tonë e bëjmë miqësore sigurisht kualifikuese, sepse këto janë kualifikueset për ne. Kështu që do të kuptojnë dhe ata që e dum fitore, me dum 3 pikshin, intensiteti ishte shumë i lartë i lojës dhe në pjesë dytë s'pata mundësi me bërë shumë ndrime. Jam shumë i lumtur sepse kur e shef që ekipi lufton, sakrifikon dhe kanë shumë qëllim për ta mbrojtur atë rezultat, atëherë edhe ne ndihemi mirë. Na vun vështirësi goxha ekipi Ukraina, sidomos pjesën e dytë, bën 3-4 ndrime, ishin më të freskët se ne, fiziku atyre ishte jashtëzakonisht shumë i madh. Ju e bëm një përqasje shumë të mirë, them, dhe do të vazhdojmë kështu sepse jemi rritur goxha në çdo aspekt.